Pranvera ka rikthyer gjallërinë në parkun kombëtar të Butrindit duke e shndërruar atë në një nga destinacionet më tërheqëse për vizitorët të vendas dhe të huaj. Natyrës i është kthyer freskia, gjelbërimi dhe ngjyrat e shumta, ndërsa rënojat antike marrin një pamje edhe më magjepse se në ndritën e kësaj stine. E vizituam parkun sepse është një thesar kombëtar. Është një siti trashëgimisë së UNESCO-s. Gjithashtu rënojat janë shumë mirë të ruajtura. Na pëlqen fakti që janë ende në gjendje shumë të mirë. Po ashtu ka edhe natyrë të mrekullueshme. Është hera e parë në Shqipëri dhe hera e parë në këtë park. Unë zakonisht bëj fotografi të tabelave dhe pastaj i kërkoj më vonë dhe i studioj pak. Ka shumë informacion për të përfituar nga ato. Vizitorët shijojnë shëtitjet mes monumenteve të lashta dhe liçenit, duke krijuar një përvojë të veçantë mes kulturës dhe natyrës. Është hera jone e dytë në Shqipëri, por hera e parë në pjesën jugore të Shqipërisë. Në fakt, kjo është pjesa më e bukur ku kemi qenë ndonjëherë. Është shumë mirë e ruajtur. Gjithashtu, moti është fantastik. Ne i inkurajojmë të gjithë të vinë këtu. Rritja e fluksit të turistëve gjatë pranverës konsiderohet një sinjal pozitiv për turizmin në zonë. Autoritetet dhe operatorët turistik po angazhohen për të ofruar shërbime sa më cilësore, duke e bërë parkun kombëtar të Butrindit një destinacion gjithnjë më të preferuar për të gjithë ata që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe bukurinë natyrore të Shqipërisë.